institucioneve spitalore. I bën 3 orë punë që kukësh shkon tjetë gjatë këtë ditën në klinikë private, edhe 2 fish çmimet më të shtrejta. Për disa analiza laboratorike kam u detyru pra hemogramin me shku me bë me 6 euro 7 euro. Na ato e ditë se çfarë buxheti ekonomik janë të pas, sidomos pensionistat që kanë probleme shëndetësore më shumë. Vjebre gjuna kur tash një 80 vjeçar Arknesa të usill prej asoj klinikën atë klinikën në këtë diell 36 gradë Celsius pyet se ku më me shku, ku më bos zgjidhje vetet. Dosh me qut ambulanca specialistike ka me prit në ren pa leso gjatë për shkak se i ki mjek tunejt mrena ose i ki te disa lokale që janë qel plot kafen që kuko rrin çatë. Një ditë më dal prej mëngjesit kimë pa deri mazite se ton kohën i kin kafe tunejt. Se çatë jam çdo ditë qitës tem, do me thonë, do ditë punës, po jam qatë, edhe po e vrina realitetin, ndeshtëm edhe nuk deshtëm, është diçka që veçin ato i mqelë sytë parat një realitetit hidhur, që do të morë mosa ma shumë menagmente. Dhe të është rëmbru realitetin, sinqerisht, kjo po del që po shtrambrohet realiteti. Realiteti është diçka tjetër. Dhe tani nëse ja qëtë një realitet më pa, nuk kam të qelë më kur dyrt, as për trajte mjekësor, as për qoftë për intervista, na parëm ndo 2 ditë kena tentu me marrë leje në drejtorinë e shërbimit spitalor klinik, nuk na kanë dhënë leje për me gjiru brenda. Pse? Se realiteti është brenda derisa dje i jekën pra i larguan këto shtretërit, edhe vendosën të rejat. Do më thonë, është një realitet që nuk po dojnë, neve gazetarve na kanë marrë ashtu në sy të keq Arknesa, nuk po na lejojnë me i brenda, po do tani na vetë me ato tona, iniciativa tona, me hinë Po që kjo është e mira